Përshëndetje miqtë e mi, sot në këtë podcast kemi ardhur ta zhvillojmë tek Galeria Rira. Një galeri e njohur për shumë vitesh në Tiranë dhe unë kam nderin sot t'jemi ftuar në fakt. Po edhe ai është i ftuar tek unë. Kam zotin Edmond Rira. Mirë se të gjeta. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Është kënaqësi të vish në galeri, unë kam qenë para shumë vitesh këtu, kur ju e keni hapur, nuk e di nga viti 2013, këtu ku jemi. Këtu ku jemi në 2013. Kam bërë prezantimin e 2 librave këtu, mësime pikture, një libër tjetër. Dhe ka qenë, por kur kthehem pas 12 vitesh këtu, e shikoj full, të mbushur plot me vepra shumë të bukura. Ka ndryshuar në fakt. E pra, atë po shikoj që ka ndryshuar goxha që nga ju keni studiuar për skulptor. Eksakt. Një shkallë më lart se piktorët. Çështja e shkallëve, pastaj këtu shikoj dhe punime në qeramik, shikoj dhe piktur. Sundaj dot. I je piktor, i je skulptor, çfarë je? Unë në fakt kam mbaruar për skulpturë dhe saktësisht për qeramik, por kam pëlqyer të punoj me të gjitha gjinitë e artit, sigurisht edhe pikturë. Ndoshta jo vetëm unë, të gjithë artistët tentojnë, provojnë që të prekin, të hyjnë edhe në gjinitë të tjera, nganjëherë edhe i bashkojnë ato për arsye që kanë të bëjnë me konceptin që ata kanë për veprën e artit apo për krijimin e tyre. Dhe krejt organikisht artisti është mirë që t'i preki dhe të punojë me të gjitha. Në rastin e qeramikës, kjo mund të thuhet që është edhe pak e detyrueshme, sepse një skulptor qeramist, qeramika lidhet ngushtësisht edhe me ngjyrën pastaj. Pra edhe do ta dekorosh, do ta përdorësh për një vend caktuar, për një dizajn caktuar dhe ngjyra bëhet natyrshëm pjesë e lojës së skulptorit dhe në këtë rast. Këtu kemi vetëm punime në baltë, në qeramik, apo ka dhe në qelqe, apo ka në diçka tjetër? Këtu në galeri kemi të gjitha gjinitë e veprave të artit. Kemi skulpturë, e cila pastaj ndahet në skulpturë në dru, përballë kemi në dru, kemi në bronz, kemi në argjil, në rastin këtu poshtë, kemi në gur, në sallat e tjera. Pastaj kemi relieve, që relievet edhe ato pastaj janë ka qeramik, ka sipërfaqe që janë qelq e ndërtuar me qeramikën, me metalin. Kemi mozaik, që edhe mozaiku pastaj ndahet në disa. Këtu në Gjito kemi pasi vepra shumë të rëndësishme me mozaik, me qelq Murano, por pak kohë përpara e kemi shitur. Gjithsesi përballë teje lart është një vepër tjetër me mozaik, por mozaik në kasht. E kështu me radhë, ka vizatime, ka grafik. Pra është mirë që në një galeri të jenë të gjitha. Të gjitha këtu punimet që janë këtu, janë të gjitha tuajat personale apo ka edhe të autorëve? Kjo galeri funksionon pikë së pari si fryt i krijimtarisë time personale. Por, duke qenë se është një galeri e hapur për publik, një galeri në marrëdhënie me një kohë shumë të gjatë me kërkesat e publikut, sepse kur je i hapur për publik, nuk do kushtëzohesh thjesht tek pasionet e tua apo tek ajo që ti e konsideron ideale për veten, por është një relacion shumë i ngushtë edhe me publikun. Kështu që do t'i kesh prezent këtu të gjitha asetet e tua si galerist për të qenë në top, po themi, dhe si rrjedhojë e kësaj lind e nevojshme që ti të kesh dhe bashkëpunëtor, të kesh dhe artistë të tjerë, po të kishim një galeri edhe më të madhe, me shumë kënaqësi, do ftoja thuajse të gjithë artistët shqiptar, ata që përfaqësojnë më së miri, si më thënë, zonën në të cilën neve punojmë. Kam rreth 10-12 artistë të tjerë prezent këtu në galeri. Skulptor, piktor.
Zoti mundi nga të shikoj, në has që shumë nga punimet e tua kanë element lulesh. Nga vjen, pse lule, ke lindur këtu në Tiranë, nga je që na ke mbushur galeri me lule. Mendoj unë, që ka më shumë lule. Ka një lloj ndjesie, ke një farë të drejtë në fakt, sepse ka një lloj ndjesie që konstatohet edhe nga vizitorët kur vinë, kjo prezenca e luleve, po e themi e luleve sepse gjërat këtu pastaj na duke ne si lule. Lëvizin edhe stilizohen, trajtohen, modelohen, kalojnë në një gjuhë tjetër stilistike komunikimi. Është e thjesht fare. Lulja është më e paqta ndër shumë gjëra që ne na rrethojnë në jetën e përditshme. Unë vi nga deti, do zgjidhja det. Dhe ndoshta juve ju bën më shumë përshtypje nga që lulet shoqërohen shumë me ngjyra këtu dhe unë jam përpjekur të respektoj gjithë botën e ngjyrave që kanë lulet. Por po ta shikosh galerinë me shumë vëmendje, me shumë kujdes, ka dhe pastaj gjeni të tjera edhe nga deti që thoni ju, pa diskutim, edhe nga mali, ka edhe vepra që janë mjaft të përmbajtura në ngjyrë, në formë apo në sigurisht lidhet edhe me periudha të caktuara, se në fakt në galeri nuk mund të presupozohet që gjithçka që shikojmë lidhet me kohën e tanishme momentale. Këtu në një farë mënyrë është një histori e jetës. Rezultat punësh i rreth 28 viteve. 28 vite është keni. hapur galeria. Sigurisht si studio e vogël në fillim, por ka 28 vite që funksionon. Dhe Shallvaret keni qenë përpara diku? Tek Shallvaret ka nisur. Dhe këtu në galeri ka edhe punë të atyre viteve të fillimit. Pra, në një farë mënyrë është një koleksion shumë i gjerë dhe kjo lidhet edhe një çik me këtë që konstatoni ju me larmishmërinë apo ndoshta në fazën që keni ardhur ju, unë jam në atë botën e Jo, s'kam ardhur sot. E gjerë të modelimit të luleve. Unë kam punimet e tua në shtëpi. Kështu që të para shumë viteve ku nuk njiheshim mirë me tjetrin. Ndoshta edhe lulja komunikon ndoshta një çik më shpejt edhe me shikoj. Galeria është galeria të marrurit me art, se galeria ndoshta është fjalë e madhe dhe përgjegjësia për të pasur një galeri është mjaft e madhe, por të marrurit me art është natyrshëm shumë e vështirë për të ndërtuar jetën me të. Pse them këtë dhe pse dua ta lidh me lulet? Artisti ose njeriu që merret me art duhet të gjejë një kod komunikimi pak më të natyrshëm, më të shpejt, më të thjesht me të gjitha shtresat e publikut. Dhe paralelisht pastaj mundet që lulja e bën shumë mirë këtë gjë, meqense ishim tek lulja dhe e morëm si kostumet e bëjnë shumë mirë këtë gjë, për shembull, poshtë kemi një cikël kostumesh. Edhe këtu në keramikë apo jo? Në keramikë dhe ato. Pastaj paralelisht artisti edhe ofron atë që mund të jetë më personale, më e fortë, më solide si një vepër arti e mirëfillt. Zoti mundi, ju nga jeni? Ku ke lindur? Jam nga një fshat i Shqipërisë, quhet Rajc. O, po për të qenë janë 7 Rajca atje? Rajca është e madhe, ka disa fshatra që përfshin brenda vetes. Rajca është e njohur besoj për njohin për vallën e Rajcës, e dëgjuar për kostumin shumë të bukur dhe për një valle mjaft unikale dhe mjaft bukur që ka atje. Është një fushë shumë e bukur. E Domosdovës është poshtë apo? Fusha e Domosdovës. Pra atje kam lindur dhe kam vazhduar, po themi, arsimimin deri në klasën e 8. Shkollën e mesme pastaj ku Pastaj shkollën e mesme në shkollën e famshme Onufri në Elbasan. A pse që nga e famshme ajo? Pse ke studiuar ju? Nga artisti i famshëm që ne kemi dhe nga artistët, nga njerëzit më nga pasuritë kombëtare që kemi Onufrin në këtë aspekt. Dhe pastaj kemi mbaruar institutin atë asaj kohe. Institutin Akademinë e Arteve, ose universitetin që njihet sot. Okej. Fëmijë keni? Keni. Unë kam 3 fëmijë. Kesh me jetë.
Si i ke, çfarë moshe kanë përfërsisht? Kam 2 djem dhe një vajzë. Kam një djalë dhe pastaj 2 binjak. 2 binjak, bravo, ti kesh me jetë. Pak me porosi, si po me porosi, sigurisht me porosi, ku bën gjë pa porosi, s'ka lisni ato. Me artin si kanë marrëdhëniet? Janë futur dhe ata, po s'kan lidhje fare? Nuk... Shiko, jemi përpjekur që me fëmijët të krijojmë një terren që ata të mësojnë, të prekin gjithçka dhe t'i kalojnë natyrshëm me intuitën e tyre shumë procese që kanë të bëjnë me të mësuarit. Por nuk kemi imponuar që t'i fusim patjetër ose në rrugën e artit që jam unë, apo në rrugën e përkthimit të gjuhëve tuaj që është me shoqe. I kemi lënë të lirë, por si çdo fëmijë kam përshtypjen se të gjithë fëmijët kanë prirje, dhunti, dëshirë për të vizatuar, për të pikturuar, për të prekur ngjyrën. Edhe ata janë nga babi apo nga mami? Janë tek babi. Tek babi, po them. Sigurisht mua do mbëshe qefi shumë që ndonjëri nga ata edhe ta kapërcente pjesën e fëmijërisë dhe ta merrte seriozisht artin, por nuk do imponohem në këtë pjesë. Do t'ua lënë zgjedhja atyre. Shumë e bukur. Nëse nuk do të ishe bërë piktor, skulptor, më fal. Çfarë do doje të bëhesh? Më ka pyetur një studente në fakt. Kam një 4 grupe studente shumë të mirë këtu në galeri edhe ata janë shumë kurioz dhe të mësojnë dhe për tema të tjera dhe pyesin vazhdimisht. Dhe një studente më ka bërë befasisht këtë pyetje. Edhe nuk e kisha menduar ndonjëherë që të kisha bërë diçka tjetër, por nga këmbgulja e saj për të marrë vesh patjetër se instinktivisht zgjodha një përgjigje dhe një profesion që është shumë delikat dhe shumë i vështirë, atë të drejtësisë. Tregti? Të drejtësisë. Drejtësi. Të drejtësisë. Do ishe bërë një gjyqtar për të vendosur drejtësi. Më mirë që su bëre. E ka pa veten nga fil, në fakt, dhe kur e mendova më pas, dhe thash pse e thash këtë gjë, por... Mund të rregullosh sot? Jo. Prapa ti e kam shqyrë që su bëre gjyqtar. Sepse do të humbishnim. Ose do kishim këto gjërat e bukura sot, po do kishim atë. Unë jam i bekuar që kam këtë profesion edhe nuk do të ndroja për asgjë në botë, por... Sa orë kalon duke punuar edhe duke ndonjë galeri? Sa orë në ditë? Unë vi çdo ditë në galeri në orën 8:30 në mëngjes. Dhe ikën dhe iki në orën 9 të mbrëmjes. Dikur ikja në orën 10 para pandemisë. Që ke mbledhur, e bërë çumë për shtëpi. Jam bërë çumë për shtëpi. Kjo tregon që gruaja ta ka mbledhur në një farë mënyre, domethënë këtu është gjithë dita zhvillohet, gjithë procesi zhvillohet në galeri. Të rinjt kanë dëshirë të vinë apo vinë ato pasionet, bëjnë sikur ashtu largohet. Ka ndonjë këmbgulës, shikon ndonjë që ka atë çmenduri që vërtet kanë pasion, mund të bëjnë gjëra të bukura? Kemi të talentuar, të rinjt kemi foni, kemi mirë. Kemi të rinj me pasion, të rinj kemi dhe të moshës tonë që merren me art. Që vinë mësojnë edhe në moshë. Edhe pse kanë një profesion tjetër. Të moshës ne 40-50 vjeçar, sa jemi ne. Për ne e kanë fjalë. Edhe pse kanë një profesion apo i kanë zgjidhur proceset e jetës me një profesion tjetër dhe kanë një jetë normale. Vinë si hobi. Vinë dhe mësojnë art dhe shumë nga ata kanë arritur rezultate shumë të mira. Por për brezin e ri që më thatë, që më pyetët juve, ka kërkesë shumë të madhe, shumë më shumë se sa ne si galeri kemi mundësi që t'u plotësojmë. Pra në disa raste bëjmë një lloj seleksioni për t'i futur në galeri. Ti marrë me konkurs, madje në kuptimin e kësaj? Bëjmë një lloj seleksioni për t'i futur në galeri. Kjo lidhet me cilësinë, kjo seleksioni lidhet me cilësinë e mësimdhënies, se mësimdhënia është përgjegjësi. Nuk është çështja thjesht organizojmë merr kap e fut një grup këtu, kthehen biznes etj. Nuk ka të bëjë fare me këtë, absolutisht.
ashtu do isha shumë më mirë të merresha me veprat e mia dhe bile dhe mësimdhënia ka filluar si rezultat i një kërkese të vazhdueshme të disa prindërve për fëmijët, prindërve apo dhe miqve që pse se hap derën për mësim e tjera, derisa vendosa që 2 ditë në javë galerinë do ta kthejmë në një atelje të hapur për njerëzit që kanë dëshirë të premten dhe të shtunën. Dhe janë krijuar 4 grupe të shkëlqyera. Me këto shumë student kanë arritur rezultate jashtëzakonisht të mira. Sipas moshave përkatëse, një pjesë i kemi çuar në lice. Çfarë moshe fillon? Çfarë moshe i ke? 12 vjeç. Ka që kanë filluar edhe më përpara. Ka që këtu kanë nga 8 vite që vazhdojnë marrin mësim. Pra kur unë i pyes ndonjëherë se tash janë rritur, për shembull kanë ardhur fëmijë, tani janë bërë adoleshent, janë bërë 20 vjeçar, 22 vjeçar. Dhe ka që i kam dhe me breza, për shembull kam nënën që merr mësime për artin, kam vajzën, kam dhe të birin. Familje. Janë 3-4 janë grupe të tilla. Dhe doja të thoya që kanë arritur rezultate shumë të mira. Kanë shkuar në lice dhe janë paraqitur denjësisht, kanë shkuar në Akademi të Arteve dhe janë nga studentët më të mirë atje. Dhe po të kishim më shumë mundësi, më shumë hapësira, ndoshta do ta çonim drejt një shkolle të mirëfillt. Por mendoj që dhe kaq sa është me këto ekipe që janë, që nuk janë pak, janë rreth 25 studentë që janë në mënyrë permanente prezent në galeri, çdo javë, çdo fundjavë po themi. Sigurisht ka dhe shumë që kanë lënë emrin në listë që kur të lirohet ndonjë vend të futen. Kështu që të huaj ka që vinë? Të ambasadave, të huaj, apo s'para ka? Ka, një pjesë janë turistë rastësishëm që pyesin si për çdo gjë në Tiranë. Që vinë mësojnë, që vinë ushtrohen. Dhe një pjesë pastaj janë që kanë të bëjnë me shërbimet që janë këtu apo trupin diplomatik që janë këtu. Kam pasur student, aktualisht në këtë moment nuk kam të huaj student, por kam pasur student nga ambasadat ndryshme, italiane, franceze, turke, amerikane. Nuk ka qenë qëllim për të futur shumë mësimdhënia, sepse është kohë e humbur, do pengonte shumë krijimin. Makinerinë e madhe të punëve dhe të porosive që ka galeria, dhe kjo do të cënonte pastaj drejt për së drejtë anën financiare, se të jemi të sinqertë, gjithë kjo gjë nuk funksionon pa burimet financiare, dhe gjithçka që është bërë këtu është bërë nga vetë puna dhe vetë produkti i kësaj galerie. Pra nuk ka asnjë burim tjetër. Kështu që jemi treguar të kujdesshëm. Bëjmë aq sa mundemi edhe për të ndihmuar, aq sa mundemi edhe për të dhënë mësim dhe pa dëmtuar atë që është. Prindrit e tu janë marrë me art? E di që vllai jot është një fotograf shumë i mirë. Nëna ime është një nga, besoj se publiku e ka parë sepse janë bërë dhe emisione për kostumografinë, për një nga qëndistarët ose qepset e kostumeve të Rajsës, pa hezitim nga më të mirat, dhe vazhdon i qep akoma edhe sot. Prej sa vitesh? Që ka qenë rregull? Nëse do merret në konsiderat mosha ime, i takon rreth, ka 60 vite, 65 vite që qep. Qëndis. Qep dhe qëndis. Pra kini një... Dhe i ka të mrekullueshme, i ka shumë të bukura. Dhe kostumi vetë është shumë i bukur, pa diskutim. Dhe kjo është ndoshta një nga lidhjet ose po themi zanafilla e. Pastaj për familjen, ne të gjithë si motra dhe si vlezër, se më thatë për vllajin që është fotograf, sepse atë ke takuar, por të gjithë si familje, se jemi shumë motra dhe vlezër,
thuaj se të gjithë jemi marrë me art, njëra nga motrat ka mbaruar Akademinë e Arteve për skulpturë qeramik dhe motra tjetër ka mbaruar për skenografi, ke artet, Ajeti që ju e njihni si fotograf ka mbaruar dhe ai për skenografi tek artet. Pëllumbi vllai tjetër është skulptor, merret edhe ai me art. Në Gjermani njëra nga motrat ka hapur një galeri që është si motra e galerisë që kemi këtu në Düsseldorf. Dhe siç është galeria këtu, është dhe galeria atje. Sigurisht ka suport, se ne flasim për galerinë, por galeria ka suport një studio të madhe që suporton këtë galeri, që është diku tjetër. Po kështu edhe në Gjermani, ajo galeri ka suport një studio nga pas. Pra jeni të gjithë? Pra në një farë mënyrë e gjithë familja jeni produksioni i Institutit të Arteve. Është angazhuar dhe merret. Fal mamas. Fal mamas, fal prindërve dhe sigurisht. Edhe punës suaj. Fal punës, po. Mund të bëhesh artist pa punë? Pavarësisht se talenti ke. Absolutisht. Bëhesh? Absolutisht jo. Një nga jo gjërat kryesore, po ti mund të lindësh me të dhëna të shkëlqyera, mund të lindësh me një talent të shkëlqyer, por nëse asnjë gjë nga këto ti nuk e ushqen gjatë jetës me punë, nuk funksionon edhe mbetesh një farë shumë e mirë, por e mbyllur atje në kavanoz dhe e pa zhvilluar. Është mirë, ajo fara në kavanoz, po s'u hap të ide toks, që duhet të mbillet ajo në vendin e duhur dhe të bëhet. Kështu që e rëndësishme është, ka shumë raste që ne i dim të gjithë që vetëm me punë kanë arritur rezultate të shkëlqyera. Po të them diçka, kjo është tepër private, tek disa prej klientëve, jo të gjithë, u jap si detyrë që të vizatojnë. U jap ngjyra, them, vizatoni çfarë të doni, se pikturoni çfarë të doni. Po s'kam vizatuar kur, s'kam pikturuar kur. Mirë, fillo, s'ka rëndësi. Fillojnë. Dhe brenda atyre skicave që ata bëjnë, te vizatimet që ata bëjnë, ne të shkodojmë dhe problemet e tyre që kanë të bëjnë me neurozat. Duket si e çuditshme, por ne shikojmë shumë angësi, vetëm në të vizatuar, ndoshta ju nuk e kuptoni dot, por po t'i japësh edhe ne të tre këtu, ndryshe do vizatoni ju një lule, ndryshe unë, ndryshe kolegu tjetër. Dhe ne prapë gjejmë dhe bëjmë terapia e artit, themin ne. Një ndërto është kjo, me anë të vizatimit. Kemi shumë të tjera, por në zyrën timet, jo klinik, se s'pon t'i them klinik, kam një kuti të madhe vetëm me lapsa me ngjyra për të vizatuar këto. Dhe është shumë e bukur te ngjyrat që zgjedhin. Si i kombinojnë, ne arrim të gjejmë problemet të tyre të shëndetit mendor. Trash, po e them, sepse jo, shumë e vërtetë. Unë nuk e di juve se si, sepse dhe i rekomandojmë. Një ndër tyrat që u jap është të vizatojnë. Me detyrim. Do vizatosh. Do më kthesh detyrë, do më sjellësh vizatime. S'ka rëndësi çfarë vizaton, më sill detyrat. Është magji. Për mua, piktura është magji. Unë nuk du ta kisha besuar kur, por kur bëra këtë librin që thash mësime pikture, që e kemi promovuar këtu para. Është një libër goxha voluminos, libri i madh. Aty pash kur fillova të vizatoja vetë dhe të pikturoja vetë që ishte magji. Humbet. Ndoshta ju keni gjetur kënaqësi aty, Shikoj, bota e artit është një botë krejt tjetër, është një magji krejt tjetër. E besoj. Shumë njerëz e kanë me të dëgjuar. Unë e kam me të provuar. Shumë kur e provojnë realisht ose kur futen aty, atëherë kuptojnë me të vërtetë se për çfarë bëhet fjalë. Ka një të vërtetë të madhe që arti është shprehje vetdijes, zbulues i sakt dhe i drejt për drejt i botës shpirtërore që ka njeriu. Dhe s'është çudi që me një njohje të një gjuhe të caktuar që mund të ketë bëjë edhe me profesionin që ju po thoni,
të kuptohet me njëherë shqetësimi apo gjendja shpirtërore e një personi apo relacioni që ai ka me botën, me veten. Të jep një shembull shumë të thjeshtë. Ne kemi bërë kur kemi qenë të vegjël, merrim ngjyra, i hidhim në një copë letër dhe e palosim letrën më dysh, dhe kur hapej na dilte në formë flutur, na bënte forma të ndryshme. Ne pikërisht këto skema, qoftë në bardhëzi apo me ngjyra, i përdorim për të bërë ekzaminimin e një çrregullimi të çrregullimit post-traumatik, dhe kur ja paraqesim atyre që kanë probleme, sigurisht se ti mund thua është flutur, ai shikon figura nga më të çuditshmet dhe fillon ta çkodoj, dhe aty shikojmë që gjërat nuk shkojnë mirë këtu, diçka po ndodh. Ai shikon figura, shikon veten e vet, shikon atë përdhunuesin, shikon atë vrasin, shikon një aksident vetëm nëpërmjet këtyre. Dhe thua prit se këtu, më thënë, ne gjejmë gjëra të përbashkëta. Nganjëherë dhe nga vibrimi, nga mënyra se si e bën një individ një linjë. Dhe sa element ka vënë të një shtëpi ose të një pemë. Fuqia që ka, forca që ai ka ushtruar mbi laps, drithërima që mund të ketë, ose siguria që mund të ketë linja, ka lidhje të drejtë për drejtë me... Po t'jap një shembull shumë interesant. Kam patur një ditë... Kjo biseda më ngacmoi dhe më kujtoi një kështu... një ndodhi këtu? Jo ndodhi, po një batutë bukur që ne e lexojmë ose mund ta keni lexuar dhe juve për vizitën e një pacienti te psikologu dhe në telefonat me shokun e vet, me mikun e vet, ai i thot, ku je se ke humbur, thot. Nuk ka vënë të ruaj delet? Këtu, thot, po ai u largua dhe më ka lënë të ruaj delet. Po të që si e zgjidhe? I vizatova gardhen dhe dola ika. Po ka elemente të bukur, po. Thell, ai nuk ka qenë i smur, ka qenë shkëlqyshëm. Jo, ka qenë perfekt, ishte në rregull ai. Japim dhe ne detyra të tilla, po është vërtet shumë e bukur, është vërtet shumë e bukur dhe njerëzit thonë ç'është kjo, ç'është ajo, por në të vërtetë e shikojnë absurde që të veti psikologu thotë ai vizato. Shikom, të gjithë e kemi hasur, dikush më shumë, dikush më pak, pasi kur hyn në një zonë shumë specifike, siç keni hyrë ju, studimi bëhet dhe më korrekt dhe bëhet shumë më serioz. Por gjithmonë arti ka shërbyer si terapi për të ndihmuar njerëzit që kanë probleme. Dhe ndoshta ka qenë terapia më e shkëlqyer, më e mirë, se sa çdo lloj terapie tjetër që mund të ketë lidhje me ilaçet, me ndërhyrje të tjera etj. Bëjmë dhe dramoterapi, bëjmë dhe aktrim, bëjmë dhe kanë shumë gjëra. Është favori i artit. Është e bukur. Është shumë e bukur, shumë e bukur. Këtu unë nuk di këtë zgjedh kush është piktura më e bukur. A të ka ndodhur ndonjëherë që ke bërë një punim dhe të ka ardhur keq që ke shitur, që doja ta mbaje? Po, që të ka dhimbur ose të dhëmb akoma? Po, shumë herë. Ke patur? Shumë herë. Shumë herë, jo një herë, shumë herë. Nuk më ndodh vetëm mua kjo, shumë artistëve. Shumë artistë janë të detyruar të bëjnë kompromise shumë të dhimbshme, shpirtërore, kur shesin një vepër arti. Sigurisht ata kanë dëshirë të shesin, lumturohen në një farë mënyrë, në një sipërfaqe të gjës, po thellë, po ti pyesësh në ndërgjegjen e tyre, ata ndihen keq, ndihen që kanë humbur një pjesës të tyre. Kjo bëhet për disa vepra bëhet më e rëndë kur kalon koha, bile aq sa ti kur kalon një farë kohe je gati t'japësh 2 fishin asaj gjës që e ke shitur, 3 fishin dhe ta kthesh mbrapsht dhe t'jesh i qetë, domethënë të biesh në paqe. Por bota kështu funksionon. Në fundit edhe ne bëjmë një produkt. Kjo botë është ndërtuar mbi bazë vlerash, pra secili nga ne bën një produkt, ne shkëmbejmë të mira materiale me njëri tjetrin, duam apo s'duam, edhe arti hyn ke pjesa e një të mirë materiale, ndoshta është zona e luksit, e qejfit etj, por është një produkt në fundit. Kështu që na dhëmb s'na dhëmb do bëhet dhe do shitet. Shqyqyr që shitet.
Je I lumtur që veprat e tua, se një ditë nuk do jemi në këtë botë, sigurisht, do të jetojnë? Dhe ky është një Të ngop kjo? Dhe ky është një favor tjetër I artit. Unë nuk e shoh si një gjë që pres të ndodhi çudia pas jetës time. Jo. Më shumë kam insistuar që atë çudinë ta bëj tani në të gjallë, pra ta shoh edhe vet. Kjo më ka pëlqyer më shumë. Por ky është favori I artit pastaj që mbetet më pas. Tashi se sa gjurmë të fortë kemi lënë foni këtë nuk mund ta përcaktojmë ne. Është koha, janë kushte rrethana të tjera që përcaktojnë pastaj se sa ja kemi arritur kësaj gjëje apo jo. Ke ndonjë ëndër që nuk e ke realizuar dhe do ta realizosh? Jo, nuk mund të them që kam ndonjë. Tash të gjithë kemi ëndra, të gjithë kemi dëshira, kemi gjëra që na kanë ngelur pa bërë akoma, kemi projekte që shtrihen gjatë në kohë, por nëse do të quheshin ose do t'i fusnim tek zona e ëndrave, unë prap këtë e lidh me galerinë. Pra, dëshira që projektin e galerisë ta çojmë më tej. Më tej në çfarë aspekt? Një galeri shumë më e madhe, një galeri me hapësira shumë funksionale, një galeri që të jetë e hapur edhe për të rinjt, një galeri që të ketë salla të ekspozojnë edhe artistë të tjerë, një galeri që të ketë edhe një koleksion të vetin të veçantë, pra një shtëpi, figurativisht po e themi, një shtëpi e madhe arti. Dhe pas sa vitesh do ndodh kjo? Një shtëpi e madhe arti, ku të gjitha gjërat që kanë lidhje me artin të kishin mundësi lirshëm të zhvilloheshin. Këto tash janë... Edhe njërë bëhet pyetja, pas sa vitesh do ta shikojmë këtë? Këto janë projekte që ne I dëshirojmë, por që lidhen me shumë faktorë. Dhe pas sa vitesh do ta shikojmë këtë? Sigurisht faktorët kryesorë janë ato financiar. Ne po punojmë për këtë gjë. Shpresojmë që do ta arrijmë, si më thënë. Keni qef. Po gjithë këta vëllezër që jeni ju sikur vetëm ju që punoni do kishit bërë. Shpresojmë që do ta arrijmë. Në këtë Shqipërinë tonë të vogël, të madhe, me probleme, pa probleme, të mirë, të pa mirë. Do më ftoni atë ditë kur ta bëni. Pa diskutim. E kush e di se sa rirar të tjerë do të jenë shtuar nga familjet tuaja, do jenë bërë artistë të tjerë? Nuk e kam fjalën vetëm për rirën. Po flasim në përgjithësi. Unë kur e mendoj këtë, e mendoj për të gjithë njerëzit që dëshirojnë të merren me art. Ato studentët që folën pak më parë, ato shkojnë në një shkollë, mbarojnë një shkollë. Disa nga ata mbarojnë shkëlqyeshëm, disa janë rikthyer në galeri, më kanë thënë profesor ku mund gjejmë një punë, si mund gjejmë një punë. Pra janë shumë të ndërlidhura gjërat, janë shumë komplekse dhe unë nuk mendoj thjesht për vete si rira, se vetë unë mund të them që jam I plotësuar, kam një galeri personale të shkëlqyer, të huajt kur e shohin as e besojnë, ju duket çudi që kam një studio që është suport I kësaj galerie me parametra mendoj shumë të mirë. Kur shikojnë kështu, të veshur mirë, thotë goxha punë, pastër, dua të shikoja një ditë atje në galeri, se si zhgryheni mes baltës, mes furrave, mes dorashkave, mes nxehtësisë, mes të gjithave. Është tjetër gjë ajo. Atë mund ta shohësh edhe këtu, sepse edhe këtu në galeri nganjëherë kthehet përmbys gjithçka. Për në funksion të një projekti të caktuar, të një pune të caktuar e kështu me radhë. Për shembull, po të ishe një ditë përpara, shumë tavolina këtu do t'i gjeje plot me modelime, me punë që ishin disa të sapo bëra, disa të thara gati për të futur në përfurra, në pjekje. Furra për shembull është ndezur dje. Sot ka qenë në proces gjithë ditën. Ka pjekur. Janë procese teknike që zgjasin dhe duan në kohë të ndryshme t'i ndjekësh të gjitha. Ju I piqni apo keni ndonjë Vetë, gjitha vetë. Nesër për shembull hapet furra, dalin dhe punët e galerisë, punët e reja që do vinë këtu në galeri, po dalin dhe punët e studentëve që kanë bërë studentët, pra janë bashkarisht, shohin dhe ata krijimet e tyre që kanë bërë, janë pjekur mirë, si janë pjekur mirë. Është shumë
Është adrenalin shumë e fortë puna me... Para 4 apo 5 vitesh, këtu ka qenë një pikturë 3-dimensionale. Mos kisha parë ndonjëherë, 3-dimensionale. Kishte atë si piramidën e prerë, domethënë vinte... Ka më shumë, ja. Ha? Ka më shumë se 4-5 vite. Ka më shumë? Po. Ndoshta Pa diskutim, ka më shumë, po. Ishte shumë e bukur, një 3-dimensionale s'kisha parë, këtu kam parë për herë të parë. Mund të jetë teknikë? Është teknikë tashmë e njohur, tashmë. Edhe aplikojnë edhe shumë artistë, jo këtu në Shqipëri, por e kam parë për te kufive. Tashin e të gjithë mësojmë nga njëri tjetri. Sigurisht. Të gjithë kemi referenca, kemi pika kulmore që i referohemi, që ne, po them, rëndom, kopjojmë, po ne na kopjojnë, e kështu me radhë shkon kjo, por gjithë mësojmë nga njëri tjetri. Nuk mund ta shohim veten të izoluar nga bota e madhe dhe bota e gjerë e artit. Ajo puna konkretisht ka qenë një projekt për qytetin e Venecias. Po, ishte një... Dhe çuditërisht puna është shitur në Venecia, vepra. Pra u shit në Venecia. Puna më e largët që ka shkuar e juaja në kë kontinent, në kë shtet ka shkuar? Sa larg? Punët kanë shkuar kudo. Për shembull, tani gjatë verës së këtij viti, për koincidencë të gjitha veprat kanë qenë për jashtë. Njëra ka qenë për në Kaliforni, një skulpturë në bronzë e legjendës Rozafës. Një pikturë me disa telajo, kompozim ka qenë për në Washington. 2 relieve kanë qenë për në këtu në Evropë. Një vepër tjetër ka qenë për në Gjermani. Kudo? Para një jave. Disa vepra kanë përfunduar si pjesë e koleksioneve private, tek pasanikët e mëdhenj të Arabisë Saudite. Ta lëm fare këtë muhabet, se nuk ja vlen fare. Shumë kanë shkuar në Egjipt. Para rreth një muaj kishim një ekip të mrekullueshëm zonjash nga Tel Avivi. Ato u befasuan në galerinë ato, si duket kishin bërë kërkime që andej përpara se sa të vinin në Tiranë, dhe ditën e parë të shkeljes në Tiranë e kanë kaluar këtu në galeri. Pra veprat shkojnë kudo. Kam përshtypjen kjo i ndodh çdo artisti, nuk është se më ndodh vetëm mua. Jo, na ndodh dhe ne, po, ne bëjmë vepra të tilla. Unë duhet të të falenderoj edhe në emër të shikuesve. Ishte kënaqësi që na ftove dhe na krijove këtë ambient kaq të bukur. Të urojmë suksese në vitin e ri dhe në vitet e tjera. Dhe kushuri yt këto 80-90 vjet që kanë mbetur tani, ti shfrytëzosh, të bësh ato galeritë që do bëjmë çështje mira, do bëjmë më të mirën foni. Edhe unë ju falenderoj juve që erdhët në galeri, ju falenderoj që gjeni kohë të merreni me pjesën e artit dhe të kulturës. Zakonisht në ekranet tona zën vend ato gjëra të tjera, por s'është nevojë. Kështu që ju falenderoj edhe unë me gjithë shpirt që gjeni kohë, angazhoheni, bëni edhe ju atë pjesën tuaj, apo jepni edhe ju kontributin tuaj për artin. Ky është podcasti i fundit i këtij viti, dhe duam t'ju urojmë ata që na shikojnë të gëzuar vitin e ri 2026. Gëzuar dhe ju dhe vitë mbar. Të gjithëve së bashku gëzuar. Miq, këtu po e mbyllim këtë podcast, duke ju uruar edhe një herë gëzuar vitin e ri, dhe mirë takofshim në podcastet të tjera në vitin tjetër, ndoshta edhe në vite të tjerë.